great to be here again. Let me begin by commending the International Labour Organization for its sustained and impact cooperation with the Labour Inspectorate. You have a very good cooperation, I can tell. Together you have implemented programs that have strengthened the legal framework, enhanced the capacities of labour inspectors in line with the ILO standards. And it's just, I mentioned ILO standards, but it's also good for, as Kosovo is approaching to a future EU membership, this will also be in line with the acquis, the European Union. You have also advanced the development of the digital labour inspection systems, including both its infrastructure and practical applicability. These efforts are a clear example of how international partnership can drive lasting institutional improvement. It's quite a challenge to make institutional changes in ministries and in agencies, and this is a good example of that. I also wish to commend the Labour Inspectorate for its recent milestones, particularly the launch of the digital inspection system and the recruitment of new inspectors. These achievements demonstrate strong ownership and signal real progress towards a professional and effective inspection system. Similar experiences from Sweden provide a valuable illustration. For example, the Swedish Work Environment Authority has increased the recruitment of inspectors and implemented digital tools, significantly enhancing inspection capacity and the efficiency of enforcement. Such measures show how technology and strategic staffing can strengthen oversight and, not least, protect workers. This initiative is part of Kosovo's broader ambition to digitally transform public institutions, fostering efficiency, accountability, and citizen-centered service delivery. The digital labour inspection system will not only modernize inspection processes, but also contribute to the formalization of employment, improvement of working conditions, and support for sustainable economic growth. Sweden's experience further highlights the benefit of a targeted intervention. For instance, programs addressing occupational health risks in female-dominated sectors have led to measurable improvement in workplace safety and informed policy development. As you know, this year we still have had a number of occupational fatalities, 13 I believe at the moment, and the reported accidents is at 410. So that means that you all need it, and we all need to continuously improve your work. Ky është një hap I madh përpara drejt modernizimit, transparencës dhe efikasitetit në mënyrën se si shteti ynë siguron zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Prej disa vitesh, zyra e inspektorit të përgjithshëm është duke udhëhequr një proces të thellë reformash për të gjithë sistemin e inspektimeve në Kosovë. Kjo reformë përshtim, siç e dini, krijimin e modeleve të rrezikut, bazuar në rrezik, standardizimin e procedurave të inspektimit, forcimin e bashkëpunimit ndërmjet nivelit qendror dhe lokal dhe natyrisht digitalizimin. Në kuadër të kësaj reforme të gjithanshme, ZIP ose zyra e inspektorit të përgjithshëm është duke punuar që ky digitalizim të zgjerohet edhe në inspektorate tjera, si ato qendrore dhe ato komunale, me qëllim që sistemi I inspektimeve në Kosovë të funksionojë si një mekanizëm unik, I koordinuar dhe digital. Qëllimi ynë është I qartë, më shumë transparencë, efikasitet dhe siguri për qytetarët e më pak barë për bizneset. Sot, me dorëzimin e pajisjeve digjitale, po japim inspektorëve mjetet e duhura për të ushtruar punën e tyre në mënyrë më moderne, efikase dhe transparente. Ky është vetëm një fillim I një transformimi të thellë, I cili do të ndikojë pozitivisht
në çdo sektor të inspektimeve publike në vendin tonë. Në emër të ZIP-it, dua të falenderoj inspektorët dhe kryeinspektorin për punën dhe angazhimin e tyre për arritjen e qëllimeve të përbashkëta dhe natyrisht partnerët tonë ndërkombëtar për mbështetjen e tyre të vazhdueshme për këtë reformë. Bashk po ndërtojmë një sistem inspektimesh që i shërben qytetarëve dhe ekonomisë tonë me dignitet, profesionalizëm dhe efikasitet. Shumë faleminderit. Me lancimin e sistemit digital të inspektimeve të Inspektoratit Qendror të Punës po shënojmë një moment të rëndësishëm. Ky sistem përfaqëson më shumë se një risi të teknologjisë. Ky është një hap i madh drejt modernizimit administratës inspektuese, drejt një pune më efikase dhe më transparente, bazuar në të dhëna. Par këtij sistemi, inspektoratit tanë do të kenë mundësi të regjistrojnë gjetjet në kohë reale, të krijojnë raporte automatike dhe të ndajnë informata menjëherë me institucionet përkatëse. Një element i rëndësishëm është se ky sistem është ndërlidhur me administratën tatimore të Kosovës dhe Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve, gjë që mundëson verifikimin më të shpejtë të dhënave. Kjo nënkupton se për herë të parë Inspektorati i Punës do të ketë një pamje të integruar dhe duke lansuar planifikimin e inspektive ndërmjet masave të parandaluese. Krahas këtij sistemi duhet të theksoj disa hapa shumë të rëndësishëm që kemi ndërmarrë për të forcuar kapacitetet institucionale të Inspektoratit Qendror të Punës. Së pari jemi në proces të rekrutimit edhe 59 inspektorëve të ri. Kjo është një rritje e konsiderueshme e kapaciteteve tona dhe të mundsojë mbuleshmërinë më të madhe në terren dhe reagimin më të shpejt ndaj shkeljeve të drejtave të punëtorëve. Së dyti, sistemi është miratuar rregulloria 10 thyje për 2024 e cila parasheh ndarjen e inspektor të sigurisë edhe inspektor për marrëdhëniet punës, të cilët do të trajtojnë lëndë të posaçme, inspektor në fushën e sigurisë edhe inspektor në marrëdhënien e punës. Së treti, sistemi digital të ndërlidhur me institucionet partnere, po krijojmë bazë një platforme që do të evolvojë me kohë, një sistem që do të vazhdojë të përmirësojë në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Në këtë kuadër më lejoni të shpreh mirënjohjen time të thellë ndaj ambasadës së Suedisë për mbështetjen të vazhdueshme në procesin e formimit të Inspektoratit të Punës. Ky projekt është rezultati i një bashkëpunimi ngushtë ndërmjet Qeverisë së Kosovës, ILO-s dhe Mbretërisë së Suedisë dhe përfaqëson një shembull të qartë të mënyrës se si partneriteti ndërkombëtar mund të prodhojë rezultate konkrete. Për të mos e përsëritur atë që u tha nga parafolësit e nderuar, sistemi që po lansojmë sot do të ndihmojë Inspektoratin e Punës të jetë më i shpejtë, më i saktë dhe më transparent. Ky investim, domethënë në inspektime, megjithatë është vetëm njëra anë e ekuacionit, sepse duhet gjithashtu të punojmë drejt për drejt me ndërmarrjet. Pikërisht për këtë, në kuadër të këtij projekti, ILO po punon ngushtë me Aleancën Kosovare të Bizneseve për të identifikuar sektorët ku do të bëhen ndërhyrje pilot në mënyrë që të dëshmojmë në praktik lidhjen mes kushteve më të mira të punës dhe performancës së ndërmarrjeve. Sepse në thelb, siguria, motivimi dhe mirëqenia e punëtorëve nuk janë vetëm detyrim ligjor apo moral, por janë faktorë të drejtë për drejtë të suksesit ekonomik. Sot është
një ditë simbolike, sepse po pajisim inspektorët me teknologji, pra me tablet dhe printer portable, të cilët vetëm mund të shihni të ekspozuar, me trajnime dhe mbështetje teknike për të fuqizuar inspektorët që të bëjnë punën e tyre të përditshme në mënyrë sa më efikase. Alianca Kosovare e Bizneseve, që nga themelimi i saj, ka qenë gjithmonë zëri i përfaqësuesve të punëdhënësve në nivel vendi, po ashtu ka përfaqësuar një rrjet të gjerë të bizneseve, qoftë vendore dhe ndërkombëtare, që operojnë në vendin tonë. Këto biznese që kontribuojnë në krijimin e vendeve të punës, zhvillimin ekonomik dhe formalizimin e tregut të punës, që është njëra ndër veçoritë kryesore të misionit tonë. Prandaj, në çdo reformë që e bën këtë sistem më transparent dhe më efikas, është një reformë që e mbështesim dhe e përkrahim dhe mbështesim fuqishëm. Digitalizimi i inspektimeve është një hap drejt ndërtimit të besimit ndërmjet institucioneve publike dhe sektorit privat. Në të kaluarën shpesh kemi parë se mungesa informata të sakta apo procedurat skandalta kanë krijuar barierat në komunikim, po ashtu edhe nuk janë trajtuar në mënyrë të barabartë. Mirë po tani me këtë sistem të ri krijohet mundësia që për një proces të drejtë, më të shpejtë dhe të paanshëm, ku çdo palë, çdo inspektor, punëdhënës apo punëtor ka qasje të barabartë në informacion dhe në transparencë. Ky projekt i mbështetur nga qeveria e Suedisë dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës është dëshmi e vlerës së bashkëpunimit ndërkombëtar dhe institucional. Ne si AKB besojmë se vetëm përmes partneritetit të sinqertë dhe midis qeverisë, punëdhënësve, punëtorëve, mund të ndërtojmë një treg pune të qëndrueshëm, të drejtë dhe të formalizuar. Në këtë kuptim, roli ynë si përfaqësues i bizneseve është të mbështesim zbatimin praktik të këtij sistemi, duke ndihmuar në informimin e kompanive për përfitimin e këtij sistemi, në ngritjen e ndërgjegjësimit dhe respektimin e standardeve ndërkombëtare të punës dhe në ofrimin dhe sugjerimin për përmirësimin e procesit të vazhdueshëm. Ne jemi të bindur se digitalizimi nuk është vetëm një çështje teknologjike, por është një ndryshim kulturor dhe institucional që rrit cilësinë e qeverisjes dhe forcon sundimin e ligjit në tregun e punës. Në fund, më lejoni të theksoj se Alianca Kosovare e Bizneset mbetet e përkushtuar për të qenë pjesë aktive e këtij procesi, për të mbështetur çdo nismë që sjell më shumë transparencë, drejtësi dhe bashkëpunim marrëdhëniet e punës. Ne do të vazhdojmë të punojmë krah për krah me partnerët tonë, vendor dhe ndërkombëtar, për të siguruar që ky sistem të ketë ndikim real në terren, në mënyrën si punojmë, si inspektojmë dhe si bashkëpunojmë për një ekonomi më të zhvilluar e më të drejtë. Më lejoni krejt në fund të them se ambasadori pak më në fjalimin e tij e përmendi se ne si Kosovë jemi në të ardhmen do të jemi pjesë dhe antar e Organizatës Botërore të Punës, por deri atëherë na duhet shumë punë, shumë bashkëpunim, sepse kisha dashur ta përçoj një mesazh për qeverinë e Kosovës, për institucionet e Kosovës, sepse për 2 vite me radhë, domethënë nuk është respektuar ligji i Këshillit Ekonomik Social, nuk janë mbajtur takimet e Këshillit trepalësh, ku është qeveria, punëdhënësit dhe punëmarrësit. Shpresojmë që në të ardhmen të jep një rol të rëndësishëm, sepse pa bashkëpunimin trepalësh, punëdhënës, punëmarrës dhe qeveria, atëherë nuk do të kemi projekte që domethënë do ta transferoj apo do ta transformoj edhe do ta formalizoj tregun e punës. Kështu që më lejoni që edhe një herë të gjithë partnerëve t'ju falenderoj, të nderuar edhe të dashur shumë inspektor, jam shumë e lumtur që juve sot ju ka lehtësuar puna juaj, qoftë në terren, qoftë edhe me ne, bashkarisht ILO-n dhe ambasadën e Suedisë, bashkë me neve do të jemi krah për krah për këtë projekt kaq të rëndësishëm. Ndërsa për qeverinë duhet punoj, duhet të mbaj takimet e rregullta që të trajtoj çështje sociale dhe ekonomike që do t'i kontribuojnë gjithë këtij procesi, sepse pa i kontribuar këtij procesi, ne nuk duhet të pretendojmë me qenë antar i ILO, sepse jemi shumë larg kur ligjin nuk e respektojmë në Kosovë. Faleminderit.